Gjatë seancës gjyqësore të zhvilluar këtë të hënë, Ilir Meta ka reaguar ndaj pretendimeve të prokurorisë që lidhen me shpenzimet e kryera nga Monika Kryemadhi me kartat bankare të Adrian Shatku. Gjatë replikave në sallën e gjyqit, Meta a shprehur se nuk mban përgjegjësi për veprimet e ish-bashkëshortes së tij, duke theksuar se aktualisht është i divorcuar dhe se përgjegjësia penale sipas tij është individuale. Sipas deklaratës së tij, çdo veprim i kryer nga Kryemadhi në të kaluarën është bërë pa dijenin e tij. Meta ka kërkuar që përgjegjësitë të mos ngatrohen, duke nënvizuar se ndaj tij nuk është paraqitur asnjë provë për shpenzime personale. Nuk mund të mbaj përgjegjësi për atë që ka bërë Monika Kryemadhi. Unë kam statusin i divorcuar, përgjegjësia ime është individuale, mësohet të ketë deklaruar ai para trupit gjykues. Në vijim të qëndrimit të tij, Meta ka shtuar se vetë nuk ka kryer shpenzime të pajustifikuara, ndërsa ka përmendur edhe orën që mbante, duke thënë se e kishte bler rreth 20 vite më parë. Deklaratat e tij erdhën në kuadër të debatit mbi shpenzimet e dyshuara financiare, një çështje që vijon të jetë pjesë e shqyrtimit gjyqësor dhe që pritet të marrë zhvillime të tjera në seancat në vijim.